Milja Sërgova. Nuk është prezentu si aderim, është prezentu si kandidat për deputet. Po, ka edhe aderime tjera. Kush është? Këngëtarja Adelina Thaçi. Me gjithë respektin që kam për të, si profesioniste që është edhe e muzikës, cilën e kultivon, ajo ka qenë buri sa është antari i LDK-s. Tash nuk mund ta sjellim si prurje, nuk mund ta konsiderojmë si prurje të re. Ka edhe shembuj të tjerë përveç kësaj. Po nuk janë prurje të reja. Janë prurje cilat kanë ekzistu, kanë qenë pjesë e partisë. Në një formë apo një tjetër, kanë qenë të lidhur me partinë politike. Kështu që nuk mund t'i vlerësojmë sikur që kanë bën një arritje të jashtëzakonshme. Apo vinë tek ju njerëzit, ka aderime të reja, të figurave që s'kanë qenë vendosje dhe po vinë. Dhe ne do të vinë. Lëvizjave vendosje tani janë të hapur, ne kemi plot profesionistë që bashkëpunojmë me neve. Në qeverinë e kalume kemi pasën profesionistë që nuk kanë qenë asnjëherë antar të lëvizjes vendosje. Kanë ardhur, kanë punu, kanë qenë ministra për lëvizjen vendosje pa qenë pjesë e partisë. Edhe kemi pas disa prej tyre. Kështu që ne jemi të hapur për secilin profesionist i cili ka punu drejt dhe mirë dhe nuk i ka bërë dëm shtetit të Kosovës. Tash, a keni plane ose parashikime për koalicionet pas zgjedhore? Qysh e shihni skenën politike pas 28 vjetorit? Tani ne në bazë të asaj çfarë po shohim, në bazë edhe të asaj interesit të numrit të madh të diasporës që janë duke u regjistruar, ne presim që të sigurojmë shumicën parlamentare dhe ta formojmë qeverinë me këto parti politike të cilat tani kemi një koalicion. Kështu që me Partinë Guxo, me Alternativën dhe me PSHDK, që ta krijojmë dhe me minoritetet jo serbe, ta krijojmë qeverinë në të ardhmen. Gjasat janë shumë të mira, kështu që ne jemi shumë optimist, edhe presim që nuk do të kemi nevojë për bashkëpunim me parti tjera, por do të asigurojmë shumicën. Do fitoni të vetëm, në bashkëpunim me subjekte tjera të komuniteteve. Sakt. Tani qytetarët e kanë po, që parti tjera, sikur PDK-ja, LDK-ja, AK-ja, janë të interesuar me bloku procesin, nuk janë të interesuar me bashkëpunu. Ne kemi qenë të hapur për me bashkëpunu me LDK-n, me Nismën Social-Demokrate, mirë po kemi has në blokada për shkak të interesave tyre që shkojnë përtej ndarjes së dikastereve ministrore, përtej përqindjes ose mbështetjes që e gëzojnë në popull. Kështu që tani qytetarët janë vendosën që të kenë një qeveri stabile. Qytetarët thoni që faturën e blokadës gjatë krejt tyre muajve do t'ja faturojnë partive të tjera dhe jo vetëvendosës, që ishte subjekt i parë. Po tani qytetarët vlerësojnë drejt edhe sakt, sepse ne kemi bërë tentativa, ne kemi bërë kompromise të mëdha,